edhe mesazhet e sotme na orientojnë drejt përgjegjësisë personale. Si e shikojmë veten tonë, por edhe si veprojmë. Këto na i lidh me dy shembuj dhe dy personazhe. Pendimin e mëkatares dhe argjendashjen e nxënësit. Pendimi shtyu mëkataren, ta kërkoj Krishtin, ta gjej, t'i afrohet dhe të gjej paqe. Argjendashja, pra mendja përpara, shtyu nxënësin e Krishtit që ta shmang para Krishtit, ta tradhëtoj dhe ta largoj. Himnet e sotme, me të cilat dhe ne u lutëm të gjithë së bashku sot, na shpjeguan shumë qartë këto dy personazhe dhe mesazhet e tyre. Mundohet të ndaleshen në një drejtim tjetër. Në përgjegjësinë personale, brenda komunitetit ton gjatë këtyre ditëve përgatitore të Pashkës dhe në vazhdim. Kemi një përgjegjësi personale të përfshirë në ndjesinë komunitare. Pra jemi antar të një komuniteti dhe kemi përgjegjësi edhe personale për mbarvajtjen e komunitetit. Është bekim i madh dhe i papërshkrueshëm që ne kemi një katedrale në qendër të qytetit. Ky bekim pasohet dhe nga bekimet të tjera në vazhdim. Dhe sidomos këto ditë që ne si komunitet po zhvillojmë javën e madhe këtu, kur shumë besimtarë vinë dhe pjesëmarrja shumë fishohet. Ne që vim rregullisht, çdo të diel dhe shërbesa të ndryshme, shohim se rreth nesh apo rrethohemi nga besimtarë që vinë më radh, apo dhe nga ata që vinë 2 apo 3 herë në vit, të njohur ose të panjohur. Edhe këtë ne duhet ta konsiderojmë bekim, sepse antarë të komunitetit ton e duan Zotin Krisht, e respektojnë dhe duan të lidhen me të dhe të integrohen në lutjen e komunitetit ton. Është bekim pra se po marrim pjesë në formimin e kishës me kryetar Krishtin. Është bekim edhe për ne që për këto ditë të javës së madhe të na jepet rasti të krijojmë një atmosferë komunitare. Një atmosferë të ngrohtë të komunitetit, duke ofruar miqësi dhe dashuri Krishtit, duke ofruar talentet tona, duke ofruar dëshminë tonë, duke ofruar shërbimin tonë. Madje mund të jenë edhe shkak i përsosjes sonë. Ne jemi duke u përgatitur drejt Pashkës. Kemi një përgjegjësi personale, por edhe komunitare. Duke parë si një marrëdhënie të ngushtë, të pandashëm, të personit me komunitetin, në këtë përgjegjësi personale, pra si për veten tonë, por edhe për komunitetin, dhe do duhet të sjellim ndërmend si do të bëhemi frytëdhënës, në qoftë se ne nuk përcjellim dashurinë dhe mirësinë e Zotit tek të tjerët, ata që vinë në kishë apo dhe ata që nuk vinë në kishë. Si do të ndreqim apo rregullojmë dhe përsosim veten tonë, qoftë ne nuk interesohemi dhe nuk afrojmë antarët e tjerë të komunitetit tonë. Si do të jemi miq të Zotit? Si do të jemi miq të Krishtit dhe të apostujve, në qoftë se nuk bëhemi miq mes njëri tjetrit si antarë të komunitetit apo dhe ata që në mungojnë? Si do të shpallim dhe do të dëshmojmë që dhe kujt do t'i dëshmojmë? Në qoftë se ne nuk fillojmë nga më të afërmit dhe duke u zgjeruar, si do t'i shërbejmë Zotit Krisht? Qoftë se ne nuk interesohemi për komunitetin e tij, në qoftë se ne nuk i shërbejmë dhe antarëve të tij dhe të tjerëve që janë jashtë.
Së fundu, kjo është një përgjegjësi si personale, por edhe komunitare. Na jepet një rast përsëri që ne të realizojmë, të zbatojmë sa mesazhe ne kemi dëgjuar dhe dëgjojmë për gjatë vitit apo për këto ditë. Dashur, pa dashur, ne duhet jemi gati. Dhe këto ditë kemi theksuar gatishmërinë që ne duhet jemi gati. Kujtojmë dje që ishte paravolia e 10 virgjaresha, që kishte si qëllim të na kujtonte pritshmërinë tonë, gatishmërinë tonë për të pritur dhëndrin. Tashmë ne jemi duke pritur edhe antarët e tjerë të kishës sonë, që kujtohen pak herë që të vinë në kishë. Siç edhe do të jemi gati dhe të përpiqemi të sjellim dhe ata antarë të familjeve tona, të sjellim në kishë dhe të na bashkohen gjithë së bashku. Pra, ne kemi një përgjegjësi me fjalë, por edhe me vepra. Prandaj të dashur, vëllezër e motra në Krisht, le të mendojmë këtë. Dhe gjithë secili sipas mundësisë dhe fuqisë dhe ndërçimit, le të bëj atë që është më e mundur për të gjithë.